Jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Jehona Bajrami Gashi. Mirëmbrëma të nderuar shikues, ky është edicioni më i ri informativ në Tribuna Channel. Fillojmë me shohim bashkë titujt kryesor të këtij edicioni. Shpëton Trepça, vendimin e kushtetuesës dikush e mirëprete, dikush e kundërshton. Nisin protestat në mbrojtje të vlerave të luftës, Drenica vihet në mbështetje të grupit Drenica 2. Mitrovica si skeptik për urën e Ibrit, qytetarët nuk besojnë në qarkullimin e lirë. Qeveria me fond për të akuzuarit e speciales, buxheti i shtetit për vitin e ardhshëm rreth 2 miliardë euro. Për 2 ditë, giganti metalurgjik Trepça ka arritur t'i shpëtoj likuidimit. Kjo pasi gjykata kushtetuese ka refuzuar kërkesën e listës serbe. Krerë të lartë shtetërore kanë cilësuar këtë vendim si të drejtë derisa njohësit e çështjeve juridike thonë se ka qenë vendim i pritur dhe se presin që edhe deputetët e listës serbe t'i kthehen institucioneve. Gjykata kushtetuese e Kosovës e ka shpallur të papranueshme kërkesën e listës serbe për anulimin e ligjit për Trepçën, të miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Pas vlerësimit që i ka bërë kërkesës së listës serbe, gjykata kushtetuese e ka refuzuar edhe kërkesën për mas të përkohshme si të paaplikueshme. Gjykata kushtetuese ka kërkuar që të vazhdojnë procedurat dhe ligji për Trepçën t'i procedohet presidentit të Republikës së Kosovës për nënshkrim, me çka do të mund të botohet edhe në gazetën zyrtare si procedura të nevojshme për hyrje në fuqi. Gjykata gjen se parashtruesit e kërkesës nuk kanë dëshmuar pretendimin e tyre në baza kushtetuese dhe nuk kanë paraqitur prova që gjykata gjen se kërkesa e listës serbe është qartazi e pabazuar në baza kushtetuese. Prandaj gjykata deklaron që ligji për Trepçën është në pajtueshmëri me kushtetutën, përkatësisht është kushtetues. Rrjedhimisht gjykata e konsideron të nevojshme t'u tërheqë vëmendjen të gjitha palëve të interesuara në faktin se të gjitha aktet ligjore dhe administrative që mund të jenë në kundërshtim me dispozitat e ligjit për Trepçën stopohen dhe nuk do të implementohen, thuhet në aktvendimin e kushtetuesës. E menjëherë pas vendimit të kushtetuesës, kryetari i Kuvendit të Kosovës dhe Partisë Demokratike Kadri Veseli ka thënë se vendimi i gjykatës kushtetuese është vendim i drejtë dhe pozitiv. Ai pret që deputetët e listës serbe t'i kthehen Kuvendit. Vendimi i gjykatës kushtetuese është vendimi i drejtë, vendim pozitiv, edhe pse nuk jam i thirrur të komentoj vendimet e gjykatave tona. Ajo që është kryesore ne presim mirëkuptimin e të gjithëve se Trepça është aset vetëm i Kosovës, i qytetarëve vetë, pa dallim komunitetit dhe Trepça ka të ardhme vetëm ekonomike dhe nuk do të lejojmë në asnjë moment që të politizohet diçka e cila është tërësisht ekonomike. Kolegët e mi cilët janë nga lista serbe, shpresojmë se shpejt do të kthehen në punën në Kuvendin e Republikës Kosovës ku e kanë vend. I kontaktuar nga Tribuna Channel, deputeti i listës serbe Nenad Rashić nuk ka qenë i gatshëm të përgjigjet rreth interesimit të televizionit. E njohësi çështjeve juridike Mazlum Baraliu ka thënë për Tribuna Channel se vendimi për Trepçën ka qenë i pritur dhe se tani edhe deputetët serb duhet t'u kthehen institucioneve të Kosovës. Është ditur që Trepça është në Kosovë dhe i takon Kosovës, por i takon të gjithëve, pra edhe atyre të cilët kanë pretenduar se do duhet ta merrin të fare të tërën, por sidoqoftë ka një themi vendim, gjithsesi është refuzuar kërkesa ose një kërkesë e mos pranuese dhe këtë mendoj unë tash që do duhet ta respektonim të gjithë për arsye se vendimet e gjykatës kushtetuese janë pa ankimueshme dhe nuk ka ndonjë instancë tjetër që mund t'i trajtojë, prandaj mendoj unë që edhe ata deputet listës serbe kanë kuptuar tashmë realisht dhe objektivisht se do duhet ktheheshin madje në kuvend dhe në qeveri, vazhdojnë aktivitetin e tyre. Ndryshe, 93 deputet kanë marrë pjesë në votimin për miratimin e ligjit për Trepçën. Prej tyre 79 kanë votuar për, asnjë kundër dhe ka pasur 14 abstenime. Nëse ligji për Trepçën nuk do të hynte në fuqi deri më 2 nëntor, giganti ekonomik do të mund të shkonte në likuidim sipas vendimit të dhomës së veçantë të Gjykatës Supreme.
Ndryshe nga shumica shqiptare, kryetari i listës serbe Zlavko Simić ka thënë se vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës është tendencë për të vazhduar injorimin e përfaqësuesve politik të komunitetit serb në Kosovë. Gjykata kushtetuese e Kosovës është vënë në shërbim të atyre që kanë nxitur këtë ligj në Parlamentin e Kosovës, i cili është miratuar në shkelje të procedurave thelbësore, ka thënë ai. Sipas tij, deputetët e listës serbe kanë paraqitur prova të mjaftueshme që ky ligj ka një ndikim negativ në komunitetin serb të Trepçës. Ai ka shtuar se përkundër këtij vendimi, përfaqësuesit e serbëve në Kosovë do të vazhdojnë të ruajnë interesat e tyre dhe do të luftojnë për to. Derisa në Prishtinë u fol më shumë për Trepçën, në Drenas u protestua në mbështetje të grupit Drenica 2. Organizatorët e kësaj proteste theksuan se arrestimet, burgosjet, gjykimet nga e ashtu quajtura drejtësi ndërkombëtare që po bëhet në Kosovë është e papranueshme. Me prohoritje UÇK, në sheshin Fehmi Llatroci në Drenas, u mbajt një protestë paqësore për të ngritur zërin kundër padrejtësive që po i bëhen luftarëve të lirisë dhe luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Javën që shkoi, gjykata e apelit u ka konfirmuar dënimin 10 të akuzuarve në rastin Drenica 2. Organizatorët e kësaj proteste theksuan se arrestimet, burgosit, gjykimet nga ana ashtu quajtur drejtësi ndërkombëtare që po bëhen në Kosovë është e papranueshme. Kryetari i shoqatës luftëtarëve të UÇK-s në Drenas, Enver Hajdari, tha se derisa ushtarët dhe pjesëtarët e UÇK-s arrestohen e burgosen, ndërsa kriminalet të cilët vranë shqiptarët dozën e përsekutuan ende në vlerëshëm. Kërkojmë që të ndalin këto gjykime, arrestimet dhe maltretimet të familjeve dëshmorëve të burgosin të ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës vetëm pse ishin lirimtarë dhe luftëtarë. Ju bëjmë me dije, ju të ashtu quajtur gjykatës dhe prokurorë, adresën e kriminalëve keni në enklava serbe, që shëtisin lirshëm. Hajdari tha se kjo që po ndodh është e papranueshme dhe sipas tij është edhe një tentativë për të bazuar kriminalin me lirimtarin. Sipas tij, UÇK luftoi si çdo popull, luftuan për liri, prandaj burgosit e tilla janë akuza të padrejta dhe të pa baza. Në grupe duke filluar nga grupi i Hagës, grupi Dukaxhinit, grupi i Llapit, rasti i njohur Ramadan Kiçina, si dhe së fundi turpi më i madh i botës, sipas Hajdarit është Drenica 2 dhe Drenica 1. Kjo situatë e pamotur nga ndërkombëtarët apo vendorët që shërbejnë nga busullat e Beogradit nuk e çojnë vendin në stabilizim, po në destabilizim. Prandaj lutim ta kontrolloni. Ne vërtet luftuam, familjet e dëshmorëve i maltretoni, popullit Drenicës që kishin pranë vetë gjithmonë, prandaj nuk do të lejojmë që të shkelet mbi vlerat e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kurse në emër të administratës komunale të komunës së Drenasit Xhem Binaku, theksoi se jo vetëm që mbështesin ish-kryetarin Nexhat Demaku në kauzën e drejtë adhetare, si dhe gjithë familjen e tij, por do të vazhdojnë të përkrajnë deri në fund rrugën e tij të ligjshmërisë, me të cilën u kthye një vendim i tillë aq i padrejtë dhe i papranuar. Njëra ndër këto figura të dalluara të kësaj lufte qëlloi ambasadori i Republikës së Kosovës në Tiranë, ndërsa tjetra figurë ishte pikërisht kryetari i komunës së Drenasit, zoti Nexhat Demaku, të cilët janë ndërprerë kryerjen e detyrave të udhëheqjes së komunës aq padrejtisht sa dhe vetë vendimi i gjykatës. Ai në emër të punëtorëve të komunës shpreh gatishmërinë për mbështetje të plotë të protestës, duke kërkuar drejtësi të mirëfillt dhe të lirohen nga dënimi jo meritor. Gjykata e apelit, e dominuar nga gjyqtar diskriminues ndërkombëtar, ka dënuar sakrificën e këtyre luftëtarëve deri tek kryekomandanti për lirinë e Kosovës dhe të shqiptarëve të shtypur e të okupuar nga Serbia fashiste. Me këtë u goditen jo vetëm këta luftëtarë komandues të shquar të kësaj lufte, por më së shumti u godit pikërisht reputacioni i shkëlqyeshëm i lëvizjes sonë lirimtare. Protestuesit që ishin mbi 1000 në duart mbanin pankarta me mbishkrimin "Liri për lirimtarët, të mbrojmë vlerat e luftës së UÇK-s, poshtë Oleksit dhe të tjerë". Me vendimin e gjykatës së apelit janë dënuar vëllezërit Zeçiri, Jahiri, Fadili dhe Nexhat Demaku. Vëllezërit e tjerë Bashkim Dritan, Selman dhe Agim Demaj, ambasadori i Kosovës në Shqipëri dhe komandanti i shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, Sulejman Selimi, Hysen Thaqi e të tjerë. Protestat e këtij lloji do të organizohen edhe në ditët e ardhshme. Me vlerat e luftës së UÇK-s u mor sot edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli. Ai pati një takim me drejtuesit e shoqatave të dala nga lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës, me të cilët post që bisedoi për ligjin për vlerat e luftës, foli dhe për numrin e rritur të veteranëve.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës është takuar sot me drejtuesit e shoqatave të dalë nga lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Me ta ka biseduar për ligjin e vlerave të luftës. Hysni Gocati, kryetari i AVL-s, tha se në këtë takim u bisedua edhe për numrin e veteranëve, duke thënë se faji për numrin e madh të veteranëve i mbetet politikës. Që bisedu me to këtë aspektin shoqëror, edhe pak bisedum për ndërhyrjen e ligjit që kemi ndërmend me ndërhyrjen e ligjit në vlerave të luftës. Po konkretisht bisedojmë për ndërhyrjen e vlerave të luftës, luta të mbrohet me ligj, ndërhyrëm disa nena ato që ne nuk na përshtaten si veteranë të luftës, edhe rreth numrit të veteranëve, sa që numri nuk është fojë jon, po është fojë kryesisht i politikës. Kadri Veseli, kryetari i Kuvendit të Kosovës, tha se është një kategori që ka nevojë për përkrahje morale dhe si e tillë ajo ende mund të kontribuojë për shoqërinë. Është një kategori e cila ka nevojë për përkrahje institucionale, është një kategori që ka më shumë nevojë për përkrahje cila është në rend parë morale për respektin po flas, por mas pakti ka nevojë për lëmush dhe mas pakti ka nevojë që ta tregoj veten se nuk mundet të jep atë dhëut vet ende. Këta janë shumë të gatshëm. Shoqatat e dalura nga lufta është thënë se nuk është mollë sherrri politikës dhe shkatrimit të vendit. Shoqata veteranëve të luftës nuk është këtu për kon mollë sherrri e manipulimit të politikës dhe shkatrimit të vendit. Ne jemi ata që mendojmë që jemi baza dhe fundamenti ku çdo politikan i mirë që mendon për kombin të ketë si bazë për ngritjen e shtetit të tashëm. Kadri Veseli në këtë konferencë për media ka theksuar disa herë se kjo pjesë e shoqërisë nuk duhet të konsiderohet si pjesë e nevojtare, por si pjesë e shoqërisë që është gjithmonë e gatshme të kontribuojë për vendin. Ndërkohë, qeveria ka vendosur të ndajë një fond prej 1.5 milion euro për mbrojtjen e të akuzuarve potencial nga gjykata speciale dhe 500.000 euro për Ministrinë e Punëve të Jashtme për blerjen e ambasadës së Kosovës në SBA. Kabineti qeveritar, pjesë të së cilit ishte edhe zëvendës kryeministri i ri Ramiz Kelmendi, arriti ta miratoj projekt ligjin për buxhetin e vitit 2017 në vlerë prej rreth 2 miliard euro. Qeveria e Kosovës ka miratuar dhe proceduar për në kuvend projekt ligjin për buxhetin për vitin 2017, i cili parashihet të jetë rreth 2 miliard euro. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se ky buxhet është buxhet zhvillimor dhe reflekton programin qeverisës të koalicionit që shpreh përcaktimin për zhvillim ekonomik dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Pjesa më e madhe e buxhetit gjenderon nga tyrat fiskale dhe jo fiskale. Një pjesë e këtij buxhetit është siguruar nga huadhania e jashtme mbi bazën e marrëveshjeve që ne kemi bërë me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim, me Bankën Evropiane për investime. Buxheti prej rreth 2 miliardë euro siguron që ne investimet kapitale për vitin e ardhshëm ti kemi më të mëdha. E Ministri i Financave Abdullah Hoti, i cili prezantoi para kabinetit qeveritar këtë projekt ligj, tha se ka të dhëna inkurajuese në lidhje me rritjen ekonomike dhe ambientin e përgjithshëm ekonomik. Për veteranët e luftës ne kemi paraqua buxhetin për 38 milion, ndërsa për invalid veteran të luftës 12 milion euro dhe ky buxhet është i dakorduar me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Javën e ardhshme fondi është në Prishtinë dhe në pres që të arrijmë dakordim përfundimtar me ta. Sa i përket buxhetit komunave, komunat marrin 25.5% të hyrave të përgjithshme të qeverisë. E vërejtje për ndarjen e buxhetit dha Ministrja për Dialog Edita Tahiri. Unë vetëm deshta të bëj me dije që buxheti që është parapar për ministrim pa portofolni, këtë është i njëjtë sikur vitin e kaluar dhe vetë kemi parë që nuk është i mjaftueshëm. Projekt buxheti i vitit 2017 u aprovua me propozimet shtesë nga Ministri i Arsimit Arsim Bajrami për të ndarë 1.5 milion euro për fondin për mbrojtjen e të akuzuarve potencial nga gjykata speciale dhe 500.000 euro për Ministrinë e Punëve të Jashtme për blerjen e ambasadës së Kosovës në SBA. Qeveria po ashtu miratoi edhe nismen për lidhjen e marrëveshjes ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe SBA-ve për shkëmbim të informacionit për verifikimin e terrorizmit. Me këtë marrëveshje synohet këmbimi i informacionit në kohë të shpejtë dhe këmbimi i informacionit të saktë në të dyja drejtimet.
Buxheti prej rreth 2 miliard eurosh rezulton që investimet kapitale të jenë rreth 50% më të mëdha. Deficiti buxhetor parashihet të jetë 1.5% më i ulët se sa lejon Fondi Monetar Ndërkombëtar, ndërsa buxheti do të shpërndahet në mënyrë proporcionale sa i përket ministrive dhe komunave. E derisa qeveria synon të sigurojë mbrojtje të akuzuarve nga gjykata speciale, qyteti i Mitrovicës vazhdon të jetë i ndarë. Pavarësisht deklarimeve të kryetarit të komunës Agim Batiri dhe ministrës Edita Tahiri, qytetarët janë skeptik se qarkullimi i lirë do të ndodhë me të vërtet në këtë qytet. Punimet e nisura në Urën e Ibrit javë më parë se rezultati marrëveshjes së fundit teknike në Bruksel po vazhdojnë intensivisht. Përderisa kryetari Agim Batiri shpreh i kënaqur me vazhdimin e punimeve, qytetarët e Mitrovicës nuk besojnë se përfundimi i punimeve në këtë urë do të përmirësojë edhe jetesën e tyre. Banorët të Mitrovicës që po shohin çdo ditë këto punime kanë thënë se nuk besojnë se përfundimi i tyre do të sjellë edhe qarkullimin e lirë, ashtu siç janë shprehur qeveritarët. Ata thonë se edhe nëse këto punime përfundojnë në janar, ashtu siç është paralajmëruar, kjo do të jetë vetëm për pamje dhe se nuk do të përmirësojë as pak jetën e tyre. Pej që u kry luftë pej 99-s, në aty hjek, e të në mashtru këta tërë tje bënë së të mirë, jo nesra, jo masese, jo në klej të na qua në klej, e kur mirë së bënë. Asë dhe duhet me kolevizja lirë, po është puna që na jem pak felt atje veç me shkije, zdia gudzojna me shkua jo, rruj s'kena, sigurim s'kena. Njëjtë të shprehur edhe Bekim Ramadani, i cili ka fajsuar klasën politike për gjendjen në këtë komunë. Ai ka thënë se shpreson që me lirimin e urës të paktën do të ketë një qarkullim normal në vitet e ardhshme. Të 17 vite do na përmtu gjithë shka, por kur gjo, njëjtë është. A petë ka me besej që ka me qene njëjtë asen. Vetëm që po hargjesin pare dhe taks pagus të qytetarëve të Kosovës, që hieken me këtë ekonomikasht keqe, ka që vrasht, kështu që inshallah vitin tjetër që të vi, jam i lirë me do në atona nej. E krejt ndryshë është prejor kryenegociatorja e bisedimeve teknike Edita Tahiri. Ajo ka thënë se punimet do të përfundojnë afatin e duhur kohor dhe se të gjithë do t'jenë dëshmitar të qarkullimit të lirë në këtë pjesë. Unë kam inspektuar urën, punimet po shkojnë mirë, po vazhdimisht marrë edhe informacione nga komuna jonë Mitrovicës, e cila më njofton për progresin, si dhe zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë na jep njoftime të rregullta. Restaurimi apo revitalizimi i urës po shkon me dinamikat e para dhe në janar do të jetë gati. Edhe kryetari i Mitrovicës Agim Batiri është shprehur i kënaqur me zhvillimin e punimeve në urë. Ai njëjtë ka thënë se janari do të jetë muaji kur punimet do të përfundojnë dhe më pas do të ketë një qarkullim të lirë. Sipas marrëveshjes së arritur në Bruksel, ura e Ibrit do të jetë e hapur për qarkullim për këmbësor dhe automjete me 20 janar të vitit 2018. Premtimet e qeverisë të Kosovës se në fund të vitit, qytetarët e Kosovës do të hiqet izolimi, po dalin të jenë të pavërteta. Liberalizimi i vizave nuk do të ndodhë në këtë fund vit. Të paktën kështu vlerëson ish zëvendës Ministri i Integrimeve Evropiane Ramadan Ilazi. Tashmë sipas tij janë humbur të gjitha afatet që liberalizimi i vizave të ndodhë këtë vit. Zakonshëm këtë proces kuptohet. Ish zëvendës Ministri i Integrimeve Evropiane Ramadan Ilazi thotë se tashmë janë humbur të gjitha afatet e mundshme për të përmbushur kriteret në mënyrë që në fund të vitit të ndodhë liberalizimi i vizave. Ilazi në emisionin Fakt Plus me Lotrin Berishën vlerëson se tetori ka qenë koha kur më së voni kuvendi do të duhet të ratifikante marrëveshjen për demarkacionin në malin e zi. Megjithatë, ai thotë se politika është arti i pamundurës dhe mund të ndodhë ndonjë zhvillim i paparashikuar, i cili do të mundsonte qytetarëve lëvizjen e lirë në zonën Schengen. Do të ishte viti liberalizimit vizave, sepse gjitha parakushtet u plotësuan nëse Kuvendi i Republikës së Kosovës do të kryente detyrën e tij. Me situatën e cila është krijuar, me kushtin e vendosur në maj, kur është dhënë edhe rekomandimi, kjo ka
zgjatur procesin. BE-si pas tij është e qartë që nuk ka vullnet të liberalizojë vizat për Kosovën pa i përmbushur dy kushtet, por sidomos kriterin për demarkacion. Ilazi ka refuzuar të komentojë nëse koalicioni qeveritar duhet të vazhdojë me punën nëse nuk është në gjendje të shtyjë agjendat shtetërore përpara, duke shtuar se për këtë çështje do duhet të deklarojë partnerit e koalicionit. Në këtë intervistë ai ka folur edhe për institucionet e brendshme të PDK-s, i cili është funksionalizuar kohë më parë, ku ai është emëruar i drejtori i këtij institucioni. Qëllimi i institutit është të promovojë idetë liberale dhe duke bërë këtë të kontribuojë në avancimin e procesit të integrimit euroatlantik të Republikës së Kosovës. Pra me fjalë të tjera, është një hapësirë ku duhet ta gjejnë veten ekspert të fushave të ndryshme, që janë pjesë e PDK-s apo nga jashtë? Të cilët janë pjesë e PDK-s, por edhe nga jashtë. Nuk kupton që ju duhet jeni detyrimisht antar i PDK-s. Krejt në fund ai ka njoftuar se që nga nëntori do të jetë këshilltari i jashtëm i kryetarit të kuvendit Kadri Veseli. Besoj Për një kohë të gjatë, Kosova kritikohet për politizimin e institucioneve të pavarura. Fenomenet e tilla si nepotizmi dhe klientelizmi të shfaqura në nivele të ndryshme kanë dëmtuar reputacionin e institucioneve dhe besimin e qytetarëve. Kështu tha sot gjatë një konference të organizuar nga misioni OSBE-s në Kosovë. Funksionimi i institucioneve të pavarura ndihmon në qeverisjen e mirë. Ky konstatim u nxorr sot gjatë një konference të organizuar nga misioni OSBE-s në Kosovë, e që për temë kishte përforcimin e performancës së institucioneve të pavarura. Ambasadori OSBE-s Jan Brethu tha se ky mision evropian që nga viti 1999 ka ndihmuar në përforcimin e institucioneve në kuptimin e buxhetimit, llogaridhënies dhe në fund mbikëqyrjes parlamentare. Brethu tha se sot në këtë konferencë do të diskutohet rreth 3 institucioneve, të cilat janë kyçe në të gjitha shtetet evropiane, si Agjencia Antikorrupsion, Avukati i Popullit dhe Zyra e Auditorit të Përgjithshëm. However, we must be very clear. Jo më pak e rëndësishme është edhe çështja e financimit. Duhet të jemi shumë të qartë që duhet të ketë baraspeshje ndërmjet ushtrisë, autoritetit legjislativ dhe mundësimit të pavarësisë operacionale të këtyre institucioneve. Do të thotë është çështje balancimit, është një kufi tehet i holl ndërmjet mbikëqyrjes dhe ndërhyrjes politike, dhe së bashku duhet të sigurojmë që kjo linjë kufitare të vërehet dhe të respektohet. Në këtë konferencë ka folur edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, sipas të cilit institucionet shtetërore janë në funksion të publikut e në asnjë mënyrë instrumente të interesave grupore. Për një kohë të gjatë, Kosova kritikohet për politizim të institucioneve të pavarura. Fenomenet e tilla si nepotizmi dhe klientelizmi të shfaqura në nivele të ndryshme kanë dëmtuar reputacionin e institucioneve tona dhe besimin e qytetarëve. Korrupsioni është i lidhur ngushtë me këto fenomene. Ato janë pengesa shumë serioze në konsolidimin e sistemit tonë demokratik dhe ecjen përpara të vendit tonë në rrugën e integrimit euroatlantike. Ndërkohë Vasilika Hysi, deputete në Kuvendin e Shqipërisë, tha se në Shqipëri ligjet dhe gjatë draftimit të tyre diskutohen nga institucionet të pavarura. Të gjitha grupet e interesuara, përfshirë këtu edhe institucionet e pavarura, kanë mundësi të dëgjohen dhe të pasqyrojnë ose të argumentojnë, të paraqesin ato rekomandime të cilat ekzekutivi nuk i ka mbajtur parasysh. Ndërsa Talat Xhaferi nga Kuvendi i Maqedonisë shpjegoi mënyrën e hartimit të dokumenteve shtetërore në vendin prej nga ai vjen, si dhe funksionimin e këtyre institucioneve. Në Republikën e Maqedonisë aktualisht ka mbi 35 trupa të pavarur, të cilët janë të themeluar prej parlamentit, që mbulojnë fusha të theksuara, të caktuara në Republikën e Maqedonisë. Konferenca do t'i vazhdojë punimet edhe nesër. Në ditën ndërkombëtare të kursimeve në Prishtinë u mbajt konferenca vjetore e bankave të Kosovës. Aty u tha se si vjet është rritur numri i kredive krahas viteve të kaluara, ndërkohë që janë ulur normat e interesit. Megjithatë, sfidë madhe mbeten lëndët e patrajtuara në gjykata, vlera e të cilave është 187 milion euro. Janë rritur kërkesat për kredi familjare në vend. E krahas rritjes së kërkesave për kredi, bankat komerciale të Kosovës janë duke investuar në mënyrë të vazhdueshme për të sjellë në tregun kosovar shërbime digjitale bankare. Megjithatë, ky sektor ende ballafaqohet me sfida të mëdha, siç janë grumbullimi i lëndëve të patrajtuara në gjykata.
Si sukses të tyre, sot bankat e paralajmëruan rritjen e kërkesave për kredi krahas uljes së normave të interesit, ku në raport me vitet e kaluara, numri i kredive është rritur dukshëm. Fehmi Mehmeti, zëvendësguvernator në Bankën Qendrore të Kosovës, tha se banka duhet të jenë ato që përmes nxitjes të kalojnë nga klient klasik në klient modern, që të përdoren sa më shumë shërbime të digjitalizuara. Ai tha se sot 45% të pagesave kryen përmes sistemit digital i banking. Halka e dytë në funksion të avansimit të shërbimeve bankare digitale janë vetë bankat në Kosovë. Ato duhet që të ofrojnë kushte apo me fjalë të tjera të joshin klient që të përdorin i bankingun. Duhet të pranojnë faktin dhe të anticipojnë me zhvillimet që janë bërë vitet të fundit, ku gama e mundësive të përdorimit shërbime digjitale është shumë e madhe dhe krahasohet me ato të vendeve më të zhvilluara. Eilir Aliu, kryetari i bordit në shoqatën e bankave të Kosovës, gjatë prezantimit të punimit mbi performancën e sistemit bankar, tha se trendi i depozitave vazhdon të rritet dhe kjo rritje është duke ndodhur në kualitet të lartë, ku në të kaluarën ka qenë kryesisht në kredite emetuara nga bizneset, si vjet dominon rritja e kredive familjare. Normat e interesit cilët ne kemi arrit të i bim në nivelin 7.49, pra në kredite reja, janë të qëndrueshme dhe mund të qëndrojnë nëse sektori bankar vazhdon të jetë performues në nivelin cilin unë e ceka më herët. Ndërsa Ibrahim Regjepi nga Qendra për Hulumtime Strategjike Stras tha se me nevojat e zhvillimit ekonomik dhe të qytetarëve, futja e teknologjisë informative në sistemin bankar është domosdoshmëri dhe mundësi e komunikimit global dhe është më e lehtë dhe efikase. Nevojat e zhvillimit ekonomik apo edhe me nevojat e përgjithshme të qytetarëve, çështja e digitalizimit apo futja e shërbim e teknologjisë informative në shërbim të zhvillimit të sistemit bankar, apo në funksion të krijimit të relacione më të shpejta, më lehta, më komode, me më pak mund ndërmjet klientit dhe bankave është një domosdoshmëri dhe mundësia e komunikimit global, komunikimit të përgjithshëm është shumë më shpejt, më lehtë dhe shumë më efikasi sa i përket zhvillimit të raporteve ndërmjet partnerëve qoftë në biznes apo në nevoja individuale. Ky aktivitet u organizua nga Shoqata e Bankave të Kosovës dhe Fondi Evropian për Europën Juglindore. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Blerand Stavileci nuk është në dijeni se punëtorët e Kecit të larguar nga puna ishin me kontrata të përhershme. Gjatë raportimit të tij në Komisionin për Integrime Evropiane, ai tha se arsyeja e largimit të tyre nga puna ka qenë skadimi i kontratave të punës. Për sa i takon punëtorëve të Ministri i Zhvillimit Ekonomik Blerand Stavileci nuk është në dijeni se punëtorët e KEC të larguar nga puna ishin me kontrata të përhershme. Stavileci tha se arsyeja e largimit të punëtorëve është skadimi i kontratave të punës. Këto deklarata ministri i bëri gjatë raportimit të tij në Komisionin për Integrime Evropiane. Kontratat e tyre pra kanë qenë maj 2013 dhe maj 2016, po unë mendoj që edhe në kuadër të kësaj strategjisë për vitet e ardhshme do të kemi mundësi për të bërë zgjidhje të kombinuara dhe të pjesshme. Edhe vetë Keci, po më mendja që nëse keni pasur takime me këta punëtor, ju kanë treguar që edhe aty nuk ka pasur ndonjë mas të themi me njëherë drastike pa u bërë një zgjidhje, sepse ju kanë paralajmëruar edhe ata për një lloj kundërshpërblimi për vitin e parë, që nuk do të thotë që ata nuk mund të reintegrohen. Shpjegimin se punëtorët e larguar nga puna janë me kontrata të përhershme e ka dhënë për televizionin Hysni Gashi, kryetar i sindikatës së punëtorëve. Ta në kohën kemi thonë se largimi, mos vazhdimi i kontratave ka qenë e dhëmshme, ka qenë mos respektimi marrëveshje përgjithshme kolektive. Mirë, po tani kur vjen largimi i punëtorëve me përvojë të punës, me vendime të përhershme, nuk o dash qeveria me hesht, nuk o dash institucionet me hesht, duhet të thonë fjalën e vet. Edhe një herë ne kemi një lutjet e ta që të mirët me këta njerëz, edhe jemi në gjendje të dëshmojmë se gjithë janë me kontratat përhershme të punës. Tribuna Channel ka marrë rrëfimin e punëtorëve të larguar nga puna, por që ishin me kontrata të përhershme. Unë kek jam prej vitit 1984, kështu që deri në vitin 2013 de facto, kur u shit kompania jonë që kaloi në KEC, kontratat janë përcjell po ato të njëjtat që kemi pas, por janë lidh vetëm drejt për drejt me KEC-in. Të përhershme prej Kekut, kur kemi vendos, kur është shit faktikisht
Elektro Kosova, atë neve në kanë thonë ish Ministri Beqaj, në kanë thonë që kontratat të përhershme vlejnë si kurse në kek edhe atje. Pasem privatizimit kecit, edhe në atë ko, faktikisht është prononcu Besim Beqaj, stadioni, është prononcu që punëtorët me vendimet përhershme nuk do të ketë largim për punëtorët. Për sindikatën dhe vetë punëtorët, vendimi për largimin e tyre nga puna ishte i papranueshëm. Ata kanë përdorur të gjitha rrugët ligjore për të kundërshtuar një vendim të tillë. Njëra prej tyre ishte edhe ankesa drejtuar Inspektoratit të Punës, për të cilën morën edhe një përgjigje. Ditë më parë, Inspektorati i Punës ka konstatuar se largimi nga puna i punëtorëve nga ana e KEC ishte i jashtëligjshëm. Në vendimin e Inspektoratit të Punës thuhet se në afat prej 8 ditësh punëdhënësi KEC me seli në Prishtinë obligohet të shfuqizojë vendimet për prerjen e marrëdhënies së punës për 85 punëtorët e larguar dhe se janë bërë shkelje të procedurave në rastin e largimit të tyre nga puna. Se sa do të zbatoj KEC vendimin e Inspektoratit për të shfuqizuar vendimin e largimit të punëtorëve nga puna, mbetet të shihet në ditët në vazhdim. Sindikata thotë se nëse KEC nuk i kthen këta punëtorë në punë dhe institucionet tona nuk ndërmarrin ndonjë veprim, përveç rrugëve ligjore, ata do të ndërmarrin edhe hapa të tjerë, siç janë protestat dhe grevat deri në plotësimin e të drejtave të tyre. Para se të kalojmë të bloku i lajmeve ndërkombëtare, ju njoftojmë se Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës në këto orë të mbrëmjes u ka bërë thirrje të gjithë shtetasve të Kosovës, të cilët për çfarëdo arsye e zgjedhin Serbinë si vend tranzit gjatë muajve të ardhshëm, ta shmangin atë maksimalisht. Kjo thirrje vije pas pranimit të informatës për arrestimin edhe të një shtetasi tjetër të Kosovës, Hilmi Kilmendi, në të ashtu quajtur akuza për krime lufte. Ministria e Jashtme do të kërkojë edhe nga shtetet e tjera në rajon dhe EBE të mos i marrë parasysh flet arrestimet e Serbisë për qytetarët e Kosovës. Ndërkohë, tani ti ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blog. Tërmeti më i fuqishëm në Itali qysh nga viti 1980 kalon mbi 25.000 njerëz pas tretha Agjencia e Mbrojtjes Civile e Italisë. Tërmeti prej 6.6 shkallësh të Richterit ka ndodhur të dielën në mëngjes, duke plagosur 20 veta. Epicendra e tij është regjistruar pranë qytetit Perugia. Bazilika mesjetare e Shën Benediktit në qytetin Norcia është në mesin e shumë ndërtesave historike që janë shkatruar. Dridhjet e tokës janë ndier edhe në Rom. Agjencia e Mbrojtjes Civile tha se ka akomoduar njerëz në tenda dhe salla sportive. Në muaj ngusht një tërmet i fuqishëm ka goditur në jug të Italisë, duke vrarë 298 njerëz. Trupat irakiane kanë rinisur një ofenziv në frontin lindor të Mosulit si pjesë e një operacioni për të rimarrë qytetin verior nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Një komandant irakian tha se sulmuesit vetvrasës po provojnë që të ndalojnë avancimin, por trupat e tij synuan që të hyjnë në paralagjet në lindje të Mosulit më 31 tetor. Një ofenziv e madhe për të rimarrë Mosulin që u zaptuan nga grupi ekstremist më 2014 filloi 2 javë më parë. Operacioni me gjaz do të zgjas disa javë. Kryeministri irakian Haidar al-Abadi paralajmëroi në faqen e tij në internet më 31 tetor se do t'i vizitojë trupat në afërsi të vijës së frontit. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione vizitojeni webfaqen gazetatribuna.com. Ju falenderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.